Casey u puth me Inën, ë? Ngjarja më e fundit në Big Brother. Një puthje që e dinim që do ndodhte se Pritej, s'është e habitshme. Por ne jemi këtu dhe do ta diskutojmë gjëra gjatë sepse nuk jemi vetëm në këtë nisje të programit, kemi një nga personalitetet më të shuar vetëm për një arsye që ajo e thot gjëra troç, mendimet pa u përpjekur të pëlqej dikujt, njërës palë ose palës tjetër, është gazetare, aktiviste, opinioniste, gjithashtu e një prej edicioneve më të suksesshëm të Big Brother, Jacqueline Lekatari, mirë se erdhe. Përshëndetje Zhaku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën edhe për prezantimin. Në një sondazh që ka bërë Anabeli, ke dalë opinionistja e preferuar e të gjitha edicioneve. 42% të votave i ke marrë ti. Te sondazhi vitit kaluar apo te ky që është I vitit të kaluar. Po, do me thënë që u bën në Si të më të fundin e ndihesh vitit. ky fakt? Njerëzit çfarë të thonë? Të kërkojnë të rikthehesh? Po, çuditërisht kur unë isha pjesë e Big Brotherit, njerëzit komentonin duke kërkuar me ngulme dhe me forcë largimin tim, ndërkohë çdo sezon në momentin që fillon Big Brotheri, unë dashje pa dashje bëhem pjesë e Big Brotherit, sepse publiku komenton, kërkon që unë të jem pjesë e emisioneve ose të bëj analizat e mia, ose kërkojnë të shkëmbejnë mendime bashkë me mua në DM, kështu që është shumë e vështirë të mos jesh pjesë e Big Brotherit sepse është publiku i cili kërkon jo domosdoshmërisht që unë të jem pjesë e televizionit, po kërkon që të dëgjoj mendimin tim. Zhak, po ti vet a do ta konsideroje një rikthim në Big Brother në karrigen e opinionistes apo për ty është një cikël i mbyllur tashmë? Do varesh nga kushtet. Pa nuk është një jo e prerë. Varet nga kushtet. Jo, do të thënë, unë mund të them jo, po nuk është mirë të thuhet jo se nuk i dihet asnjëherë çfarë do të ardhme. Nuk më interesojnë se çfarë bëjnë dhe s'kam asnjë mesazh për t'i dhënë. Okej. Koha ime vlen. Egli Tako nga Big Brother VIP 4. Casey u puth me Inën, është gjëja e parë që unë e hapa programin sepse është tema më e nxehtë e ditëve të fundit. Ti a beson që ka diçka të vërtetë mes tyre apo po i shpëtojnë nominimit duke u puthur? Jo, nuk besoj që ka ndonjë gjë të vërtetë. Mendoj që historia e asaj treshe është konsumuar në një tjetër program. Dhe mendoj që unë nuk do ta kisha bërë si zgjedhje për të parë të njëjtën histori, për ta duplikuar këtë histori dhe për të kuptuar çfarë, sepse si personazhe ato nuk janë zhvilluar, janë personazhet e njëjta që ishin në programin tjetër. Kështu që nëse do futen në këtë program duhet të paktën të zhvillohen si personazhe dhe jo të rinë në atë romancën e përputhshme. Në atë ngjarjen, po, me ato trekëndsha, me ato xhelozira, me ato gjëra të thëna apo të pathëna. Pra ka bërë një përputhen / Big Brother në këtë ka një shkrirje midis dy programeve, me sa kuptojmë ne si publik. Është më pas historia e romancës mes Mateos dhe Brikenos, kush mendon se po gënjen nga të dy? Nuk ka asnjë romancë aty, nuk shoh një romancë, shoh një dëshirë për të krijuar një romancë. E pastaj nga Mateo i shkëlqejnë syt Mateos. Absolutisht asnjë romancë. Po, syt mund të shkëlqejnë, po duhet që syt të jenë në koordinim me mendjen dhe me gojën, mendoj unë, dhe Brikena nuk më duket një vajzë e brisht, pa eksperiencë, një vajzë që pa qëllime, një vajzë që nuk ka një vizion për veten e vet, ndërkohë që Mateo më duket shumë i humbur dhe për sa kohë Mateo nuk do ketë një vizion për çfarë burri do të bëhet në të ardhmen, nuk më mendoj që nuk ka vizion, se më duket shumë i sinqert, ja ka shprehur ndjenjat Brikenës dhe nga ana tjetër Brikena më duket shumë e ftohtë, por ruan atë rolin që unë jam shumë vajzë e mirë, unë nuk e kam puthur këtë, pra çfarë të keq që ka të pranosh ka puthur një djalë. Qasja që ke ti në analizën e kësaj situate në Big Brother është një qasje që i përket një djali të ri që është akoma me ato historitë që pasojnë në kohën e gjimnazit, por edhe pak edhe gjimnazin. Unë u tregova i sinqert me ty dhe fakti që unë të shpreva emocionet e mia automatikisht kam të drejtë që ti të më pëlqesh sepse unë i tregova i sinqert. Nuk është e mjaftueshme. Është gjithë kjo barra që më lër të mbaroj mendimin tim. Dhe përpos analizës emocionale që ti bën duke i parë ata të dy si një çift hipotetik, ti harron kontekstin në të cilin po ndodhen gjithë kjo ngjarje dhe konteksti është Big Brother dhe në Big Brother ngjarjet, aksionet, veprimet, fjalët jo gjithmonë janë të vërteta. Shpeshherë bëhen për sy të publikut, për të marrë likes, për të marrë pëlqime, nesër pas nesër kur do dalësh nga Big Brotheri për të bërë reklama, për të bërë filma, për të qenë pjesë e emisioneve, për të prodhuar edhe për të komodifikuar dhe kapitalizuar prezencën tënde dhe veten tënde. Kështu që gjithë kjo analiza që bëre ti, jo po ai e tha, po ajo është e ftohtë,
nuk është e mjaftueshme në Big Brother. Në Big Brother çdo aksion dhe çdo veprim është pjesë e lojës dhe duhet zbërthyer pse u bë për të kuptuar nëse ka një çift hipotetik apo nuk ka një çift hipotetik. Po fakti që Brikena u fut dhe natën e parë që u fut në Big Brother u shpreh dhe tregoi që unë nuk kam qenë kur e lidhur. E ka thënë edhe në pse duhet ta bënte këtë gjë? Pse duhet ta lidhi veten me sepse ti do flasësh për atë, sepse të gjithë ne do flasim dhe do themi që në vitin 2026 nuk ka ndonjë gjë të papranueshme në të pasurit një marrëdhënie, në të pasurit një puthje, në të pasurit një të dashur, sidomos kur ti nuk je një vajzë 17-18 vjeçare, po je 25 e sipër, pra po i afrohesh të 30-tave dhe është mos e normale që ti të kesh ndjer, të kesh emocionuar, të kesh dashuruar, të kenë tradhtuar, të jesh dëshpëruar për shkak të dashurisë e cila nuk shkoi mirë. Mendoj që është pjesë e lojës dhe strategjisë së Brikenës e cila ka filluar që në emisionin në të cilin ajo ishte në vitin e kaluar, jo në Shqipëri, po në Kosovë. Ju, nëse ndiqni Brikenën në atë emision dhe ndiqni gjithë rrugëtimin që ka bërë televiziv që ka bërë Brikena 6 muajt e fundit ose 8 muajt e fundit, do e kuptoni që ajo është strategji. Unë e shoh si strategji. Jacqueline, po për te Brikenës dhe Mateos në përgjithësi, sepse kam parë shumë komente online që thot që këtë vit nuk kemi lidera në atë shtëpi. Sipas mendimit tënd, a ka banor të cilët mund të kenë shfaqur ato indikacionet e para për të qenë lider, pra që ndoshta edhe kanë dalë më së shumti në sipërfaqe? Pse nuk ka lider ajo shtëpi? Sepse për të pasur një lider duhet ketë një antagonist. Heroi bëhet hero vetëm nëse ka një antagonist. Për momentin në Big Brother askush nuk do të bëjë antagonistin, se të gjithë duan të jenë të pëlqyer nga publiku, duan komentet e publikut, kur dalin jashtë duan të vazhdojnë me bashkëpunime dhe të gjithë bëjnë populizmin ose thon ato që e dinë që publiku do pëlqej ose bazuar në mentalitetin e shoqërisë. A nuk është një antagonist? Se me këto zhvillimet e fundit, domethënë është antagonist, ndoshta është antagonist në historinë e vet. Casey është thjesht një djalë, mangup me bateria do ta quaja unë, pra një dëshirë e madhe për të bërë fort, por në momenti që mbaron bateria, mbarojnë edhe mangupizmi. A është fenomen se ai e quante vetëm fenomen? Tani nëse të bullizosh edhe të ofendosh do të thotë jesh fenomen, varet në bazë të kush vlerësojnë. Kush janë ata që vlerësojnë, se nëse ata që vlerësojnë thonë rëndësi kanë klikimet, nuk ka rëndësi se si arrim të klikime, është fenomen. Nëse nga ana tjetër disa njerëz thonë unë dua klikimet, po është e rëndësishme edhe të kemi kontentin, atëherë nuk është fenomen. Varet gjithmonë se kush vlerëson. Miri nga ana tjetër ka pasur shumë komente negative për marrëdhënien që ai ka patur me Selin, po kohët e fundit duket sikur po e udhëheq Selin marrëdhënien e tyre dhe sikur po e përdor në një farë mënyrë. Unë kam thënë gjithmonë që ka qenë Selin, unë kur jam pyetur kam thënë që ka qenë Selin ajo që udhëheq çiftin dhe do vazhdoj do jetë Selin ajo që udhëheq çiftin. Pra është me lojtare e fortë Selin në raport me Mirin? Jo domosdoshmërisht është e fortë nëse e udhëheq çiftin, por mendoj që nëse Miri është besnik në aleancën që ato kanë, ajo nuk është besnike aq sa Miri në aleancën që ato kanë dhe jo besnikëria e saj e bën që ajo të ketë më kontroll. Mendoj që në një moment të dytë ata do kenë dhe është okay dhe ashtu duhet të ndodhë se në një storyline nuk munden të shkojnë shëndever deri në fund. Po në këtë pikë që jemi tani të lojës, kujt i duhet më shumë kush? Selin Mirit apo Mirit i duhet? Të dyve i duhet krevati. Të dy duhet krevati. Po se kanë më krevatin. Duhet kthehen te krevati, duhet patjetër kthehen. Ja ka marr pak Mateo dhe Brikena atë storyline. Jo, është një tentativë për ta marr, por jo, sepse nuk shoh për shembull dje që Brikena dhe Mateo kishin atë darkën e tyre, gjysmën e darkës nuk folën, gjysmën tjetër folën për kafshët shtëpiake, kështu që nuk shoh asnjë tension midis tyre dhe që një burr të joshë një grua duhet të krijojë tension. Mateo nuk arrin ta krijojë tensionin midis tij dhe Brikenës. Kështu që nuk e shoh. Nëse ata të dy do puthen, unë do ta shoh komplet si lojë dhe si një dëshirë për të fituar vëmendje. Bëri gabim Mateo që tregoi historinë se si kishte ndodhur me familjarët? Po, patjetër. A ishte kërkesë për vëmendje kjo? A ishte domethënë strategji e tij? Si e sheh? Po, mendoj që po. Po, bëri gabim. Mendoni që mund të lindi diçka brenda shtëpisë së Big Brotherit mes Brikenës dhe Mateos? Jo. Nëse ndodhi gjë, Brikena është shumë femër e keqe pastaj. E keqe pse? Ndërkohë Fatosi e përmendi në fillim të prezantimit që Jacqueline ti je një nga njerëzit më pa filtra që thua mendimin tënd troç, edhe mundosh absolutisht. Po ndonjëherë gjen vend e gjen rrallë në televizionin të sot. Ndonjëherë të kohët e fundit kam bërë edhe ca hapa pas sepse
njerëzit edhe të urrejnë kur ti ju thua të vërtetat, me sa duket pas ka një kohë për të gjithë për t'i thënë edhe të vërtetat. Po pastaj të duan ama, se ti ke thënë të Të vërtetat kërkojnë, me të kohë dhe kërkojnë, sot të kërkojnë, kështu që Por, unë e thash gjithë këtë sepse ne do të kalojmë tek loja e parë, unë do të them disa situata, edhe ti do më japësh atë opinionin tënd nëse kjo situatë është normale në vitin 2026 apo jo. Okej? Atëherë, situata e parë, të gënjesh që ke puthur dikë nga frika se si do të reagoj familja jote. Nuk mendoj që kjo është një situatë domosdoshmërisht e mirë apo e gabuar. Është një situatë që ndodh, rëndon dhe nëse ndodh, edhe e kuptoj. Nuk është që e dënoj një njeri që ka një stepje. Jo që ka një stepje, që nuk ka një kanal të lubrifikuar marrëdhënie me prindërit. Dhe mendoj që kur fëmijët nuk flasin me ne, faji është i prindërve, sepse prindri është adulti dhe është ai që ka më shumë eksperiencë në jetë, që duhet të krijojë hapësirat dhe duhet të afroj fëmijën te vetja vet. Dhe duhet që fëmia të ketë aq shumë besim sa të ndjejë i lirshëm për të thënë një puthje, se një puthje nuk më duket të jashtëzakonshme. Është rasti i Brikenës pra që është kjo loja janë puthur si janë puthur dhe duket sikur ajo mendoj që ka strategji, mendoj që ka strategji, pra nuk ka të bëjë ka fare. strategji. Okej, situata e dytë, të quajnë dashnore në një marrëdhënie që objektivisht ka përfunduar së fundmi. Trekëndçi dashurisë, Ina. Po tani dashnore në Kosovë i thonë një njeriu që është më i afër se sa e dashura. Për shembull në Kosovë dashnorja ime është njeriu që unë e kam të dashur, e kam afër zemrës. Kështu që varet në çfarë konteksti Në përdoret. Shqipëri është ajo që hyn mes një çifti. Më thënë që etiketohet si e treta. Është shumë mirë nëse ti e ke kuptuar që ke qenë dashnorja në një marrëdhënie, të paktën e ke kuptuar tani dhe nuk mbet më kohë. Mund ta kishe kuptuar më vonë dhe të ishe investuar. A quhet dashnore kur një marrëdhënie ka përfunduar, pra se kjo ishte situata. Pra objektivisht ne të dy jemi ndar dhe hyn një i tretë së fundi. Kjo do të thotë që për ty unë nuk kam qenë e rëndësishme dhe fakti që ti mua më quan dashnore për mua është një informacion i vlefshëm. Mua nuk më intereson se çfarë ndodh pas. Unë e mora informacionin që më vlen. Informacioni që më vlen është që ky njeriu që un kam para nuk më ka respektuar, nuk më ka dashur, nuk kam qenë aq e rëndësishme për jetën e tij, saqë ai më ka etiketuar mua me termin dashnore. Tani është si ajo puna, sa helm duhet të marr unë që të vdes. Ose që të them që helmi mua nuk më bën mirë. Në momentin e parë që unë kuptoj që dikush mua më ka dhënë helm, unë nuk kam nevojë që të marr tjetër helm për të kuptuar që ky njeriu që ka keq. Me atë sasinë e helmit iki dhe vazhdoi jetën edhe iki te doktori që të shërohem nga helmi që ka marrë. Situata e tretë, nëna ndërhyn në jetën tënde romantike dhe ti hakmerresh duke ndërprer çdo komunikim me të. E këtu marrim pak rastin e Victoria Beckham me djalin Brooklyn. Që ka ndodhur së fundmi dhe është bërë goxha. A do të ndërhyjnë prindrit e marrëdhënies romantike? Si shikon me këtë lloj situate se mund ta shohim edhe një plag në shoqërinë tonë, po nuk e di që kishin plag edhe ata. Edhe Hollywoodi gjithë bota me sa duket vuan. Vazhdojnë ato pushulet para vjerra apo nusja. Shiko, unë mendoj që çiftet e reja duhet patjetër të jetojnë vetëm së bashku dhe të ndahen nga familja e origjinës. Është mënyra e vetme se si ne mund të rritemi individualisht dhe të rrisim çiftin ton. Patjetër që shtëpia, familja e origjinës është shumë e rëndësishme dhe ato kanë peshën e tyre dhe patjetër duhet të jenë të përfshirë në jetën e çiftit të ri. Por me një kufi që e vendos fëmia i prindërve. Pra, nëse ti je mamaja ime, kufirin e vendos unë, nëse mamaja jote, nëse është mamaja partnerit, kufirin e vendos partneri. Kjo duhet jetë. Kjo ndjenja sepse ndonjëherë të rinjt nëse ai është ndjer i nënvlerësuar, i plagosur nga prindri vet, unë mendoj që bëjmë edhe mirë ndonjëherë që të mos flasim me disa njerëz nëse ne jemi të lënduar. Ne edhe mund të gabojmë në vendimin ton, por koha e tregon dhe ndonjëherë duhet të qëndrojmë larg ngjarjeve për të kuptuar kush ka gabuar. Dhe nëse kemi gabuar, nuk ka asgjë të keq që thuash un kam gabuar dhe po kthehem prapë në hapat e mi, por të paktën nga kjo eksperiencë unë mësova. Nuk e shoh Po. Jacqueline, tani do të kalojmë tek një tjetër lojë dhe ka të bëjë me tabelën e kam bërë se kam bërë. Ti mund të kesh bërë shumë gjëra, por do i zbulojmë. S'është të thënë që unë t'i them të gjitha gjërat që kam bërë. Tani këtu betohesh, duhet të betohesh, që do thuash të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Mbi mikrofon gjëja më shenjtë që ne kemi. Pyetja e parë, a ke tradhtuar në lidhjet romantike që ke pasur? E kam thënë edhe në një podcast tjetër ku më kanë ftuar, më kanë pyetur a ke tradhtuar? Po, kam tradhtuar. Ke tradhtuar. Nuk mendoj që është një gjë. A të kanë tradhtuar? Po, më kanë tradhtuar. Të dyja. Po.
A je shtirur sikur ke kaluar në orgazm gjatë aktit seksual? Jo, pse do shtira më? Duhet ta kthesh nga e kundërta. A je konfliktuar fizikisht me ndonjë person në jetën tënde? Jo, fizikisht jo. Jam Asnjëherë. konfliktuar shumë, po fizikisht jo. Okej. A je puthur me një vajzë? Po, e kam thënë edhe këto. A ke flirtuar me ndonjë ish banor të BB VIP? Jo. Asnjëherë. A je shtirur sikur nuk e ke njohur një personazh të njohur vetëm se nuk të ka pëlqyer? Në çfarë kuptimi? Nëse e kam parë në ndonjë event? Po. Nuk jam shtirur që nuk e kam njohur, por jam shtirur sikur se kam parë, sepse kam përtuar Kush ka qenë ngritë? S'ka nerva, të trit merrem tash ta takoj. Shumë, sidomos te koha ku mbasi mbaroi Bigu, të gjithë vetëm flisnim për Big Brother dhe unë vetëm i ikja njerëzve se ishte shumë e lodhshme, doja thjesht të mbaronte. Dhe po, e kam bërë. A ke përndjekur ndonjë nga ish partnerët gjatë kohës që ke qenë në lidhje me ta për të zbuluar, a ke qenë kam bërë ndonjë? Si je xheloze në marrëdhënie? Nuk. Apo s'ka arrit deri këtu? Nuk besoj. Jo, mendoj që edhe kjo çështja e xhelozisë, unë jam 43 vjeç tani dhe do ishte pak shumë e trisht nëse unë do vazhdoja të isha në marrëdhënie Po, e vërtetë. Unë nuk kam bërë punë aq të mirë me veten time. Po sigurisht në të 20-tat e mia nuk kam qenë zhaku që jam tani, kam qenë më e pasigurt në vete. Por është shumë e rëndësishme të kuptojmë që xhelozia është këmban alarmi për ne, tregon diçka, një paqartësi, një pareati që ti ke me veten, kështu që kjo xhelozia ty do të vazhdoj të përndjek në çdo marrëdhënie nëse ti nuk e zgjidh problematikën që ke me veten. Kështu që unë kam zgjidhur problemet që kam pasur me veten, i kam zgjidhur gjatë udhëtimit të jetës time, kështu që nuk besoj që marrëdhëniet duhet të jenë kontrolluese dhe të shndrohesh në qen kufiri për partnerin tënd. Një partner nëse të do të doj, nëse do të tradhoj, do të tradhoj edhe nëse ti e ruan. Po. Kush do e gjen rrugën e bën. Zhaku, ti tani tashmë njihesh për kritikat e tua, opinionet e tua, që shpeshherë kanë rezultuar edhe shumë të sakta, me thënë të drejtën, kështu që unë do të vendos përballë disa personazheve të edicioneve të ndryshme të Big Brotherit dhe çfarë do t'i thoje ti sot po ti kishe ata përballë. Do të thë asgjë. Base, ja ta shoh. Sigur si një. Beatrix Ramosaj nga Big Brother VIP njëshe. Do t'i thoja Beatrix është një vajzë shumë e këndshme dhe që nuk duhet të ndihet në faj për asnjë gjë, sepse nuk ka bërë asgjë gabim. Dhe duhet të gjejë forcën që të rimëkëmbet, nëse nuk është rimëkëmbur tani. Mendon që u gjykua më shumë se ç'duhej ato kohë Beatrixa? Mendoj që po, u gjykua më shumë se ç'duhet. Unë nuk e kam ndjekur Big Nishin, e kam thënë dhe diku tjetër dhe biles gjatë eksperiencës në Big 2 publiku tallej me mua ose më bullizonte ose mundoi ta përdorte këtë deklaratë timen kundër meje. Po vërtet unë s'e kam parë Big Nishin. Dhe e di që ka ndodhur një trekëndësh midis Borës, Donaldit dhe Beatrixës. Nuk i di mirë dinamikat e asaj ngjarje, por më është dukur e tepruar, domethënë një moralizëm i tepruar ndaj një vajze që nuk bëri asgjë, thjesht u dashurua. Efi Dhedhes nga Big Brother VIP 2. Asgjë nuk do të them. Okej. Egla Ceno nga Big Brother VIP 3. Asgjë, me sa duket janë banor të cilët ti nuk është se i ke shumë qef. Jo, nuk ka lidhje fare me qefin, janë njerëz që nuk më interesojnë se çfarë bëjnë dhe s'kam asnjë mesazh për t'i dhënë. Okej. Koha ime vlen. Egli Tako nga Big Brother VIP 4. Nuk e di. Që të kujdeset për shëndetin e saj mendor. Ndoshta. Okej, mendon që kalon një periudhë të vështirë. Big Brother është një eksperiencë e vështirë, edhe nëse nuk ke probleme me shëndetin mendor, mendoj që mbas Big Brotherit duhet patjetër të shkosh të kujdesesh për veten tënde, sepse je izoluar për shumë kohë dhe je në vëmendjen e publikut me të mirat dhe të këqijat e veta dhe ajo ndikon te ty. Ndikon. Zhaku, sipas teje, kush është lojtari më i fortë i të 5 edicioneve të Big Brother në syrin tënd si opinioniste, si shikuese? Varet se çfarë do të thotë i mirë. I mirë në lojë, në lojë. Lojtari i fortë. Çfarë do të thotë i fortë, pra edhe një herë. Për ty ai që ka bërë lojën më të mirë. Duhet të zbërthejmë. Lojën më të mirë, ka pas dinamikat më të forta në Big Brother, ka qenë kur e fjalë, ka zgjat më shumë në lojë. Unë kam pëlqyer shumë gjestin. Ka qenë një nga banorët që kam pëlqyer në të gjitha edicionet. Më pëlqente, e di që ai nuk ishte shumë i formuar, ndoshta jo te kjo pjesa intelektuale dhe e lexuar e shoqërisë, por më pëlqente fakti që ai e pranonte atë gjë, që e tregonte sinqerisht se nga vinte se kush ishte
Dhe më pëlqeu shumë ky modeli i ri i burrit shqiptar që ai solli. Solli një burr që vishet me ngjyra, që vishet me gjëra, që vë kordele në kokë, që i heq vetullat të dashurës, me piskatore, solli një djalë që nuk ka frikë të veshit taka, nuk ka frikë ta talli, nuk ka frikë ta bullizojnë, solli një mënyrë të re të luajturit që është mos ju përgjigj provokimit, që këta banorët e këtij edicioni nuk po e përdorin. Dhe ai gëzimi fëminor, kishte një gëzim fëminor, ishte një fëmijë, ashtu e shikoja unë, një gëzim fëminor që mua më bënte shumë për të qeshur dhe më argëtonte me ato gjërat shumë të kota, shumë fani, shumë të kota, po që mua më argëtonin dhe më bënin për të qeshur. Po lojtari i cili ra pre e lojës së Big Brotherit dhe nuk e menaxhoi siç duhej, mbase i dobët, mund ta quajmë lojtari më i dobët i të gjitha edicioneve të Big Brotherit? Romeo? Pse? Pse? Cilëson të tillë? Ishte edhe finalist. Qau shumë edhe. Nuk mendoj që Romeo mund kishte dhënë më shumë. Nuk i shkoi mirë Romeos. Mendoj që ndikoi marrëdhënia me Heidin? Po, mendoj që ndikoi marrëdhënia me Heidin. Mendoj që Romeos mund të kishte shkuar, mund të ketë edhe banorë të tjerë, që tani nuk më vinë në mendje me thënë të drejtën. Po Romeo më ka ardhur keq për Romeon sepse doli si një djalë që vetëm ka qarë dhe ndërkohë Romeo që njoh unë nuk është ai, nuk përkon. Mendoj që Bigu i bëri keq ose autori që e kishte nuk bëri punë të mirë. Nuk e menaxhoi mirë. Un kam dhe një pyetje për një personazh të fundit, sepse është komentuar shumë Alba Pollozhani në Big Brother VIP Kosova. Po. Çfarë do t'i thojë ti Albës sot, duke parë gjithë situatën në cilën ajo gjendet dhe reagimet që ajo ka? Ka shumë te limi, domethënë vazhdon mas limit ai me dolçën ajo. Duke sigur e ka humbur dhe respektin që ka për veten. Nuk i besoj. Mendon që është Nuk i besoj. E ka shfaqe gjithë këtë? Nuk i besoj fare. Dashuria nuk është ajo. Nuk është. Domethënë, nëse ajo shfaqet si dashuri dhe shitet si dashuri, dashuria nuk është ajo. Më vjen keq. Fiksim? Nuk është ajo, mund të jetë një sjellje shumë toksike, një marrëdhënie jashtëzakonisht shumë toksike, ku antarët e kësaj marrëdhënie nuk respektojnë vetveten dhe nuk respektojnë si rrjedhoi dhe tjetrin, por absolutisht ajo nuk është dashuri. Dashuria nuk është ashtu, më vjen keq, as nga ana e partnerit të Albës, po as nga ana e Albës. Ajo nuk është dashuri. Ajo është parehati me vetveten, parehati me botën, parehati me familjen tënde dhe për të ardhmen tënde, po jo dashuri. Kështu që edhe Albës do t'i thoja që të marrë një kohë të qetësohet, se do i bëj mirë pak kohë me mendimet e veta dhe me vetveten, jo në syrin e publikut. Po sa ndoshta ishte nga ferma VIP direkt, pastaj në Big Brother, nuk ka marrë pushim, nuk ka marrë pushim. A mendon se ndoshta i bën mirë të jetë në çdo reality? Është vetëm një gjë që ajo mund të bëjë të jetë në reality. Ka qenë përputhje ferma VIP, Big Brother VIP Kosova. Po, ajo njeh mirë reality. Fakti që ti përmend 4 reality do thotë që ajo njeh mirë reality, kështu që për këtë arsye unë nuk i besoj asaj as edhe një fjalë. E di çfarë shet në fund të ditës do të thuash. Fare asnjë fjalë nuk i besoj. Faleminderit që ishe pjesë e What of a Show. Faleminderit.